Mirë, të vjen flasim mbi ngjarjen e rënd, jam në studio me gazetaren Aida Topalli. Aida, faleminderit që erdhe. Kënaqësi, por patjetër jo kënaqësi për të folur për një ngjarje kaq të rëndë. Po dëgjoja edhe banorët të cilët kanë dalë në atë protest, një ngjarje që për fat keq është e paralajmëruar, jo vetëm për faktin që kemi të bëjmë me një shofer, patenta e cilit ishte hequr 2 herë, ishte gjobitur dhe për shkelje të tjera rrugore, por edhe për faktin se ka pasur aksidente të njëpasnjëshme. E nga ana tjetër, ne jo rrallëherë kemi folur edhe për mungesën e hapësirave publike ku mund të luajnë fëmijët, kemi folur jo rrallëherë edhe për shpejtësinë të normave të lejuara, dhe kemi folur jo rrallëherë edhe kemi publikuar edhe pamje jo rrallëherë të njerëzve të caktuar, qytetarëve apo drejtuesve të mjeteve të caktuar, të cilët kalojnë nëpër zona urbane të banuara me shpejtësi skëter. Ndodhi kjo ngjarje, patjetër reagimi publik, por edhe personal është shumë i madh, dhe ai politik është shumë i madh, edhe reagimi i policisë së shtetit është shumë i madh, por ne jemi ende në vitin 2026 në ditën që vetëm pasi na ndodhi ngjarje shumë të rënda, kemi reagime të forta publike. Banorët gjatë gjithë këtyre ditëve kanë ngritur zërin, kanë thënë se e kanë denoncuar, por nuk janë marrë masat e duhura. Ka pasur reagim nga ana e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit duke shkarkuar gjithë zinxhirin, ashtu siç fatkeqësisht ndodh kur kemi ngjarje kaq të rënda, ndërkohë që sot gjithashtu ka masa të rrepta për të gjithë ata që shfrytëzojnë rrugën. Ja vlen tashmë që të shkarkosh gjithë zinxhirin, kush mban përgjegjësi? Kjo është një përgjegjësi morale, nuk është më përgjegjësi tjetër. Pra, nuk është zgjidhja ndrimi emrave, rëndësishme është të ndrojë sistemi, rëndësishme është të rregullohen gjërat. Kështu që sado të ndrohen emrat, nëse nuk ka ende siguri në rrugë, nëse nuk ka hapësira publike, prap nuk kemi të bëjmë me ndonjë zgjidhje të madhe. Ka dhe një nisje hetimi nga autoriteti i mbikëqyrjes policore, pikërisht për këto denoncime të bëra në drejtorinë vendore të policisë Durrësit nga banorët për këtë person i cili kalonte me shpejtësi her pas here në atë zonë, por nuk ka pasur asnjë lloj reagimi nga uniformat blumbe, dhe për të parë nëse më të vërtet janë bërë ato denoncime, janë bërë në sallën operative, janë marrë seriozisht, dhe nëse nuk janë marrë seriozisht, patjetër që do duhet të mbajnë deri dhe në përgjegjësi penale personat të cilët janë përgjegjës, pra punonjësit e policisë, të janë përgjegjës që nuk kanë çuar deri në fund detyrën e tyre. Kishte edhe një deklaratë sot patjetër të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, që kishte një lloj mea culpa, le të themi, në lidhje me gjithë atë se çfarë ndodhi, por këtu nuk është faji vetëm i policisë së shtetit, këtu është faji i ligjit, është faji janë një sër autoritetesh në fakt që përgjigjen për sigurinë rrugore. Kemi autoritetin rrugor shqiptar, kemi drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor, dhe unë nuk mbaj mend i lirë që të ketë pasur një tryezë publike ku këto institucione të jenë ulur bashkë, të kenë bërë dëgjesa publike dhe të jenë dëgjuar njerëzit se çfarë hallesh kanë, të kenë shkuar në për të gjitha ato zona të banuara dhe të kenë parë se si është situata. Për shembull, në videon që ne pam që nuk ishte asnjë policë të shtrirë në ato rrugë. Ne pam që Nikol Radaçi kalonte me një shpejtësi jo të normave të lejuara, por me një shpejtësi skëter. Dhe nuk kishte asgjë që ta ndalonte. Shto këtu pastaj edhe në efektin e alkoolit. Që banorët denoncojnë, po ama bie në vesh të shurdhët, sa shpesh ndodh kjo? Sepse në çdo prononcim të banorëve të zonës atje, e gjëjë si refren, të njëjtën gjë. Kjo është për të ardhur keq dhe është fatkeqësi e madhe që ata kanë denoncuar dhe nuk ka pasur reagim. Është tetë e rëndë. Dhe ndodh shpesh. Ndoshta ka pasur reagim, por ndoshta duhet një masë administrative më e fortë për raste të tilla, nuk e di. Shiko, ka një, po të kesh parë dje dhe par dje ka pasur deklarata edhe të Ministrit të Drejtësisë, por edhe të kreut të Komisionit të Ligjeve, të cilët folën për një ashpërsim të kodit rrugor, por nuk është era e parë që është diskutuar çështja e kodit rrugor. Nuk është era e parë që ka pasur aksidente të rënda dhe ne jemi prapë unë dalë tek ajo që thash më herët.